Të gjithë erdhën në manastir për t'i dalë zot alfabeteve të veta. U mlodhëm në shtëpinë bojare të Gjergjirjazit dhe aty punum 3 net e 3 ditë pa dalë prej shtëpije. Por me kot, siç po shifej puna, ne do të ndashim në për shtëpia tona pa kry detyrën e adheut. Dikush duhet të tërhiqej. Menova gjithë natën dhe vendosa tërhiqesha unë. Kështu hap rruga për alfabetin e shoqënisë së Stambollit, vllai i shoqërisë Bashkimit, që me disa ndryshime u pranu. Në nesre, në mbledhjen e radhës, do gjë u zgjidh vetiu. E shoti obligueshme për e heqet nga alfabeti i shoqënisë Agimi, me bindjen e Nërgjegjes se këtu është fjala për interesa kombëtare ma shumë se gjysore e politike. E ne kemi nevojë për pajtim kombëtar. Kongresi i manastirit, i mbajtur në manastir nga 14 deri 22 nëntor 1908, mbetet akti i pajtimit të shqiptarëve, të cilët, duke vendosur për një alfabet të përbashkët, hapën rrugën për aktin madhor të shpalljes së pavarësisë.